konvenon që të shkaktoj konfuzion ose paqëndrueshmëri prej çdo deklarate që thuhet ajo e tjetërson, ndryshon, e bën atë gënjeshtrën e saj, pastaj e beson në gënjeshtrën që e ka krijuar vet, mirë po dihet mirëfilli se kur prej një shteti është shkaktuar gjakdete nga vitet e 90-ta, dhe tash 26 vjet mas lufte, është me qasje të njëjtë, po ashtu siç ka qenë edhe në vitet e 90-ta, është tepër normale që KFOR do të qëndroj këtu, është betonuar dhe është diskutuar sa herë, mirë po ajo letra, domethënë, e senatorëve dhe kongresistëve është vetëm rikujtesë se këtu duhet qëndroj Bon Still nuk është ndërtuar që të largohet as shpejt, mjaftojnë 600 ushtar amerikan, sepse vlera e tyre është e madhe për Republikën e Kosovës, e gjithë tjera është propagandë në vazhdën e luftës hibride që e bën Rusia në Evropë përmes Serbisë në Ballkan, dhe këtu nuk ka asnjë diskutim të vetëm sipas vendimit tim në atë aspektin e sigurisë. E qartë, sa i takon situatës së brendshme në Kosovë, ka një vëmendje të shtuar ndaj mbrojtjes që shpeshherë dhe investimeve në mbrojtje që shpeshherë së bashku i kemi diskutuar dhe kemi sjell në vëmendje. Me këto ndryshime të fundit, me këtë kthim të vëmendjes që në samitin e fundit të NATO-s që supozohej që 5% e GDP-s së një vendit, paktën të vendeve që janë në NATO, por që Kosova në mënyrë indirekte me praninë e KFOR thuajse është një tjetër nivel mbrojtje dhe sigurie, t'i kaloj mbrojtjes, pra 5% e prodhimit brendshëm bruto. Si po përgatitet Kosova për çdo situatë, se Gjermania, Franca, për dhe vendet e tjera të Unionit, ka një vëmendje të shtuar ndaj kësaj situate që duket nga konflikti Iran-Izrael-SBA, po i detyron vendet që të ndërtojnë apo të investojnë tek mbrojtja, po bën tentativa, ka manovra të ndryshme që mund të bëjë Kosova, apo që mund të jetë duke i bërë, apo strategji të ndryshme për t'i paraprish çdo situate. Meqense precedentët tashmë në arenën ndërkombëtare duket se janë thyer. Praktikisht ne jemi me fat. Edhe si Republika e Kosovës, po dhe si shteti ynë am që është në NATO. Por ne, veçanërisht ne në Kosovë jemi me fat. Do të thonë ne nuk jemi në NATO, NATO është në Republikën e Kosovës, dhe ky është ai fati ynë ku ka nevojë të aktivizohet amandamenti i 5. Në anën tjetër Republika e Kosovës ka arritur në 3%, dhe në anën tjetër kur furnizohet nga shtetet e NATO-s, pra nga Bashkimi Evropian, dhe veçanërisht nga shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra i ka dy përparësi. NATO-n, Bashkimin Evropian, por ekstra aleatin e përjetshëm. Duke pas parasysh këtë vakumin që po është tash, këtë vëmendjen që është tash momentalisht në Iran, por edhe në Ukrainë, sepse nuk duhet të haruar që atje po zhvillohet ende një luftë e ashpër, vetëm brëm është sulmuar Odesa dhe i ke 3 të vrarë, po është sulmuar me shumë dron. Do me thonë, Republika e Kosovës po e gjen vendin e vet ashtu si po mundet më smirti në këtë vakum të pasigurisë. Sepse Republika e Kosovës po aktivizohet që të mbrohet, pra që të furnizohet me armatim, me teknikë dhe pajisje tjera teknologjike, ashtu siç është e nënshkruar me kontratat ndryshme, ka dhënë dhe po jep 1 miliard euro për këto vite që të furnizohet, dhe unë mendoj që ne po qëndrojmë mirë, duke pas parasysh edhe situatat të tensionuara mes vendeve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, sa i përket shembull konkret të lindjes së mesme, ku ne jemi të përjashtuar nga ajo grindje, ose mos pajtim, ose mos koordinim, ne nuk kemi të bëjmë atë çka është përparësia e tretë dhe e fundit për Republikën e Kosovës, se ne kemi qenë dhe jemi të gatshëm të marrim pjesë edhe si pjesë e ushtrisë paqësore për në Gaza, e ka nënshkruar Republika e Kosovës atë, dhe në këto vorballat pasigurisë jemi paka shumë me fat, sepse jemi të koordinuar mirë, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me Bashkimin e Evropian në anën tjetër. Një deklaratë e fundit e Aleksandar Vučić në vazhdën e saj që artikulon për politikën ishte se mes shumë personave, shumë pranë kurtit, ne kemi të besuarit tanë. Tentativë për të provokuar, apo edhe mund të ketë nga ky kontingjent. Pa dashur të kalojmë fare te politika së bashku, por meqense është raporti Kosovë-Serbi dhe gjithmonë e di që ke një dëshirë dhe për të folur për këtë çështje.
Padyshim, sepse pyetja është tepër e drejtë në aspektin e sigurisë. Këtu flasim ne edhe për politikat e sigurisë që është pjesë integrale e sigurisë. Para mendoni, ai e flet këtë që e flet bashkë kur ka ato problemet, ose është parazgjedhore, ose ka tensione në protesta. Ja kjo është ajo lufta e pastër hibride. Ja kjo është ajo propaganda që të krijosh ti konfuzion, paqëndrueshmëri, dezinformata te popullata tjetër e brendshme, që të shkaktohet definitivisht në ndonjë shqetësim apo ndonjë panik. Ai thot se i ka të gjitha informacionet nga njerëzit e qeverisë, për çfarë agjende bëhet fjalë, pra sipas tij ai ka të gjitha. Në anën tjetër i përjashton gjitha institucionet tona të sigurisë dhe të inteligjencës që janë të konsoliduara, që dihet fare mirë që renditen pothuajse më të miri në Ballkan, që dihet fare mirë se kanë përvojën e hatashme me këtë lloj lufte speciale, të konvertuar gjithmonë në luftë hibride, sepse përcillen me sa deg të dezinformatave dhe të panikës. Por jo, nuk mund tjetë ashtu dhe nuk ka qenë në fakt kështu, por kjo është ajo zhvendosja e vëmendjes së brendshme për aktivitetet tina të brendshme, ose parazgjedhore, ose tensionet, sepse dihet fare mirë se çfarë problemet brendshme ka. Ato problemet brendshme që i ka nuk janë të i kaluar. Ai synon që të vijë në pushtet, synon që të qëndrojnë në pushtet, por kur të vijë ty fundi me këtë narrativ që e ke 17 vite, a nuk mësohet edhe qytetari i tij atje brenda e le më shtetet e Ballkanit që e rrethojnë këtë shtet, që nuk i kanë bërë kur asgjë të keqe këtij shteti, por vetëm ky edhe me luftra, por edhe me propaganda ndryshme, kur i thonte edhe Kroacisë përpara, i thonte edhe Shqipërisë, i thonte edhe Republikës Kosovës se ju po doni të na sulmoni, kurse hiç më pak se 4 ditë del dhe thot ne po armatosemi, por nuk do t'i sulmojmë shqiptarët. Pra kjo është ai ndrimi i qëndrimeve të tija që i ka, pothuajse çdo 4 ose 5 ditë ose më së larti një javë, gjithmonë për nevoja të brendshme ose zhvendosje totale të vëmendjes. Është tipike puro propagandë sipas mendimit tim dhe gjithmonë në aspektin e sigurisë të nderuar Alba. Tashefsi, duke njohur shumë mirë, më themi psikikën e qytetarëve serbë, se s'po them serbëve që mos jam dhe diskriminuese. A e besojnë vërtet këtë artikulim që ka patur Aleksandar Vučić ku për gjithë situatën e brendshme, valën e protestave, reagimet, fakti që shoqërinë civile ka kundër, fakti që student që nga ngjarja e nëntorit të 2 vite më parë ishte ndikuesi apo ishte shkëndija kryesore që patëm dhe nisjen e një valë protestash në Beograd, në Visat dhe pastaj që ushtrinë në shumë qytete të vendit, që të haj konsum më themi publik dhe politik atje. A e besojnë vërtet kur për çështje të nxehta të vendit e çon retorikën tek situata e Kosovës. Ndonse atje ka një qasje tjetër nga qytetarët dhe për këtë jam e bindur nga qytetarët dhe njerëzit e thjesht tek politika, se nganjëherë politika edhe i egzageron faktet dhe situatën politike. Dhe kur tha që ne dim çdo hap të Kurtit nga këto spiun, thënë këto lloj forme që janë afër Kurtit, sa e besojnë ata? Jap që nuk e besojnë. Po të besonin ata këtë establishment politik, që është definitivisht një establishment i gjatë, 17-18 vite, po hynë në vitin e 18. Si mund të besonin ata kur një vit e sa muaj nuk ndalen protestat? Protestat qetësohen për një muaj ose 2 dhe pastaj rifillojnë. Po kjo është shumë dimensionale atje në Serbi, sepse pos qarqeve demokratike që i ke atje, ki edhe qarqe që janë edhe më radikale se ky president. Praktikisht, ata që janë më radikale, ata e thënë edhe haptazi me pankarta dhe me fjalimet ndryshme kundrejt Republikës Kosovës. Praktikisht, ajo që ka i nevojitet Republikës Kosovës është një që të vjen ndonjë politikë liberale, për fat keq këta nuk e kemi, por që t'i besoj këtij presidenti unë mendoj jo, edhe pse